Mitrovica, Albini, i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, personaliteti me besimin dhe veprat më të mira që i ka historia e Republikës Kosovës, e nderuar bashkëkryetare, zavens kryeministre dhe ministre punëve të jashtme dhe diasporës, Donika Jusuf Gërvalla, i nderuar, ne vazhdojmë të quajmë kryetar Glau Konjuvca, i nderuar miku im, kryetari i Kuvendit Kosovës, Demal Basha, partner të koalicionit Mimoza Kusari e Zef Morina, të nderuar ish kolegë të mi tashmë ministrat Maqedonci, Sfeqla, Durmishi, e shumë të tjerë, shumë të dashur kolegë nga Mitrovica, Armend Muja, Arjeta Feza, Agem Bahtiri, Aferdita Hajrizi, Lulzim Hetemi e Tafil Peci, të dashur Mitrovicas, po dhe gjithë qytetarë të Republikës Kosovës, mirë se vini Mitrovicën e Isa Boletinit dhe Mitrovicën e Minatorëve. Sikur e mbani mend, shumë mirë, para pak javësh, Albini ishte këtu, mes nesh, sepse e donte një gjë tepër shumë. Donte të sigurohej se po rregulloheshin të rrohurat e zemrës së Kosovës. E të rrohurat e zemrës së Kosovës rrohin fort në Mitrovic, këtu në palestrën Minatori dhe cep me cep teritorit të Republikës Kosovës. E sot, Mitrovica jonë e dashtëm, sikur se përherë prap me ne Albini bashkë me Donikën, Glaukun dhe të tjerë, kanë marrë me vete edhe mbi 100 zonja zotrin të zgjedhur njerëz të mrekullueshëm këtij vendi. Këta bashkulltar e me gjithë këta kandidat të listës fituese kanë ardhur për të marrë këto të rrohurat të zemrës të Kosovës këtu në Mitrovicën tonë të dashtun. Pas një qerek shekulli, sot kemi siguri në Mitrovicë. Atë siguri për të cilën Ali Podrimaj do të thoshte se është fjala që nuk përkullet, fjala që mban peshën e vendit. Këtë fjalë në edhe Albini, jug e veriu u bën një drejtim. E për këtë bashkim, në emën të qytetarëve të Mitrovicës, të thëm halal të qoftë ty Albin. Begatin e quam në çdo shtëpi, fermerit ja kthyem besimin, sofrat tona tani kanë bekim. E për këtë prap të themi faleminderit ty Albin. Zgjedhjet e kaluara ishim bashk. Beteja
ku ne fituam e sudorzuam, qytetari foli qartë me maturi, pa kontributin ton, e atë e përshoj te për mire drejt. E drejt është edhe kjo udhë që po nisim sot edhe zyrtarisht në hapjen solemne të fushatës, e ku bashk kemi me marshu e në vullën e fitores kemi me javnu. Mitrovica dhe veriu i Kosovës, kjo tokë që është sinonimi bujaris, se harron kur veprën tonë, se puna e ndershme legjurm e historia i mban mend të gjitha. Mitrovica e ndjen në zemër borgjin që ka për rrugën e hapur me guxim e për dinitetin e kthyer me shërbim. Edhe varri i bashkësisë në buletin është mburoj e heshtur, amanet i brezave i ruajtur me gjak, me bes e me sakrificë. Andej ibrit, për vite me radhë, kanë vepruar bandit që silleshin sikurse të ishin kryeministra të asaj zone, kriminal të njohur botrisht, të sankcionuar dhe të dënuar, por fatkeqësisht të toleruar, madje edhe të pranuar juridikisht nga disa qeverit kaluara. Në përgjigjen e dikujt që ma boni nga audienca apo fitojmë po me kakret. Me ne kjo ka marrë fund. Sot ka vetëm një kryeministër, si në jug ashtu dhe në veri. Një kryeministër që nuk një kriminal e nuk një kufi brenda vendit të tij, por një vetëm ligjin, rendin e Republikës Kosovës dhe ajo është kryeministri jon Albin Kurthi. Të dashur qytetarët e Mitrovicës, ju e dini që Mitrovica nuk thyhet. Procesin e zgjedhjeve të kaluara lokale u munduan me manipulu dhe me përpjekje e ide të paimagjinueshme, por edhe kriminale. U përpoqen që votën e qytetarëve me ndiku dhe me deviju nga vullneti i qytetarëve. Kishin struktura partish, aleancat e deklaruara të fshehta, të panumërta me para. Kishin shumë miliona e oferta nga kush e di se kush, por vetëm një gjë ata nuk e kishin dhe nuk e kishin llogaritur mirë. Ata nuk e kishin besimin e besën e banorëve të këtij qyteti të mrekullueshëm, që as nuk trembet, as nuk manipulohet, as nuk shitet e as nuk blehet. Këtë besim do e kthejmë në shërbim. Si kryetar i këtij qyteti, betohem para jush se gjithë besimin që ju e keni dhënë dhe përkrahjen e panumërt do ja u rikthejmë me shërbim dhe çdo centi taksapaguesve të buxhetit të Mitrovicës do dihet destinacioni, mënyra dhënies dhe shpenzimit. Të dashur qytetarë, slogani ynë siguri e begati, mas miri e mas shumti i përshtatet e përhjeshi Mitrovicës dhe veriut Kosovës. Ujmoni s'është veç ujë e gur, është burim jete, e prej ti ka pi historia. Për këtë pasuri kemi qëndru e kemi rezistu dhe nuk qojmë pe. Të dashur qytetarë, vota për numrin 116 është garanca se Kosova nuk ndahet, Kosova nuk coptohet, Kosova nuk nënshtrohet, e garanca me mirë dhe krejt dëshmit që i ka dhënë është kryeministri ynë Albin Kurthi. Andaj,
Kosova është amanet. Amanet që duhet mbajtur. E për me i sjell vendit sigurie begati duhet guxim e dashni. E këtë kryeministrin më së miri e di. Prandaj, s'ka Kosovë pa Mitrovic, bashk fitojmë e bashk festojmë kësaj here para vitit ri me 28 dhjetor, viti ri na sjell gëzim, begati e siguri për Mitrovicën e për Kosovën. Ju e dini që unë ju dua fort, por unë e di që ma fort se unë ju don Albini. Faleminderit shumë e fitore. E tash kam derin dhe knatësin që të ftoj para jush personalitetin me besimin më të madh qytetar në historinë e Republikës së Kosovës, kryeministri i tashëm dhe kryeministri i ardhshëm i Republikës së Kosovës, Albin